Policia e Shkodrës ka finalizuar operacionin në kuduar Shadows duke zbardhur vrasjen me lëndë eksplozive të 67 vjeçarit në Shkodër, i cili sapo mbërriti në hyrjen e pallatit për të ngjitur në katin e 4 ku edhe banonte. Një shpërthim i fuqishëm tritoli i mori jetën në lagjen Manusha Limani, ngjarje ndodhur me 29 dhjetor 2025. Si rezultat i hetimeve intensive të zhvilluara nga Drejtoria Vendore e Policisë Shkodër në drejtimin e Prokurorisë së Shkodrës, janë identifikuar, kapur dhe arrestuar 4 persona të dyshuar si autor të kësaj vrasjeje. Në pranga kanë rënë shtetasit GB 27 vjeç, EI 27 vjeç, EH 25 vjeç dhe GZ 24 vjeç. Operacioni u zhvillua me mbështetjen e Forcës Kombëtare të Sigurisë Njësia Shkodër, Forcës së Posaçme Shqiponja, si dhe shërbimeve të Komisariatit dhe Degës Vendore të Policisë Shkodër. Sipas policisë, 4 të arrestuarit dyshohet se kundrejt pagesës dhe në bashkëpunim me njëri tjetrin, kanë vendosur dhe shpërthyer një sasi lëndë eksplozive të dyshuar me telekomandim në distancë në panelin elektrik të pallatit ku banonte viktima, duke i shkaktuar atij vdekjen. Gjatë kontrolleve të kryera në banesë, ambiente dhe automjete, si dhe gjatë kontrollit personal të dyshuarve, janë sekuestruar në cilësinë e provës materiale 28 telefona celular, një automjet Mercedes-Benz, veshjet e autorit të dyshuar që ka vendosur eksplozivin, municion luftarak, shumë aparash në lek dhe euro, lëndë narkotike dhe kokain, 3 pajisje GPS, 2 kamera sigurie dhe një laptop. Policia bën me dije se hetimet vijojnë për identifikimin e personave të tjerë të përfshirë, dokumentimin e plot të ngjarjes dhe zbardhjen e motiveve. Materialet procedurale janë referuar Prokurorisë së Shkodrës për veprat penale, vrasja me paramendim, kryer në bashkëpunim, shkatërrimi i pronës me eksploziv, mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve dhe municionit, prodhimi dhe shitja e narkotikëve, si dhe prishja e qetësisë publike.